Përshëndetje i lirë, për rreth 60 minuta në një konferencë për shtyp, prokuroria e posaçme, bashkëpunim edhe me autoritetet finlandeze, kanë bërë me dije rezultatet e operacionit të finalizuar në orët e para të mëngjesit të sotëm, ku nga 11 masa sigurie të firmosura nga gjykata e posaçme, deri në këtë moment janë ekzekutuar vetëm 9 prej tyre, ndërkohë që 2 shtetas të tjerë janë shpallur në kërkim. Bëhet fjalë për 11 shtetas me masë sigurie arrest në burg për veprat penale të grupit të strukturuar kriminal, trafiku të lëndëve narkotike, por edhe veprave të tjera penale në kuadër të grupit të strukturuar kriminal. Sipas hetimeve të deri tanishme, por dhe komunikimit për shtyp, bëhet fjalë për zbulimin e 4 grupeve kriminale, të cilat me pak fjalë kanë mbushur me drogë Finlandën, kryesisht qytetet kryesore, duke nisur nga Helsinki, por dhe qytetet e tjera të vendit, dhe kryesisht kanë qenë shtetas shqiptar, ato të cilët kanë koordinuar të gjithë trafikun e drogës nga Shqipëria, ndërkohë që edhe shtetas shqiptar të cilët kishin emigruar dhe qëndronin në Finland me dokumenta të rregullta, ku në pamjet parë kryenin një punë të lishme dhe nga ana tjetër ishin të aktivizuar dhe në aktivitetin e paligjshëm të lëndëve narkotike. Bosat e këtyre grupeve kriminale me pak fjalë sipas hetimeve të deri tanishme qëndronin në Shqipëri, ku koordinonin pikërisht trafikun e lëndëve narkotike nga Spanja apo nga Hollanda në drejtim të Finlandës, dhe ajo çfarë ka qenë më shqetësuese dhe ka alarmuar me sa duket dhe autoritetet finlandeze ka qenë edhe trafikimi i drograve sintetike si amfetamina, por edhe tableta të ndryshme si ekstazi dhe drogra të tjera kimike. Në fakt edhe vetë kreu i SPAK Altin Dumani gjatë konferencës së sotme bëri me dije se kjo është hera e parë, të paktën në tipologjinë e grupeve kriminale shqiptare që operojnë jashtë vendit, ku është konstatuar një grup kriminal apo grupe kriminale të cilat kishin në fokus edhe drograt sintetike, të cilat njihen fakt edhe si drogra vdekjeprurëse. Në fakt edhe hetuesi i byros së hetimit finlandeze, i cili ishte i pranishëm ditën e sotme në konferencën për shtyp, Hans Fagerstorm, bëri me dije se në Finland ka një rritje eksponenciale të përdorimit të drograve sintetike. Sipas tij, gjithçka ka nisur në vitin 2023, ku në Finland u zbulua dhe u sekuestrua një sasi prej 300 kilogramësh drogë e llojerave të ndryshme. Në atë kohë, sipas hetuesit finlandez, u arrestuan 54 persona, ndërto 10 shqiptarë të cilët janë dënuar në fakt nga autoritetet e drejtësisë së Finlandës, dhe menjëherë u vu kontakt me prokurorinë e posaçme. Në qershor të vitit 2023, prokurori i çështjes Alfred Shehu njoftoi se u ngrit një skuadër e përbashkët hetimore, ku nisën hetimet me metoda speciale. Hetimet janë zhvilluar për 2 vite në fshehtësi, sipas prokurorit të SPAK Alfred Shehu, i cili tregoi edhe se si shtetasit shqiptar, të cilët sipas tij të implikuar në këtë veprimtari janë me origjinë nga Vlora, Berati, por dhe Kuçova, pa bërë me dije emrat e tyre, pikërisht aktivizonin edhe shtetas të tjerë shqiptar, duke i dërguar në Finland për t'u marrë edhe me shpërndarjen apo tregtimin e lëndëve narkotike. Bëhet fjalë sipas hetuesit finlandez se ky grup kriminal, këto grupe kriminale, megjithëse janë zbuluar disa raste ku janë sekuestruar sasi të ndryshme, duke nisur nga sasia më e madhe për 300 kilogramësh, edhe në episode të tjera është sekuestruar drogë. Megjithatë, sipas hetuesit finlandez Hans Fagerstorm, këto grupe kriminale kanë arritur që të tregtojnë qindra kilogram drogë në territorin finlandez, duke gjeneruar nga ky aktivitet kriminal miliona euro, siç tha ai. Është zbuluar edhe mënyra se si trafikohet droga nga Spanja apo nga Hollanda, kryesisht me kamion, por ka patur raste sipas hetuesit finlandez ku droga është trafikuar edhe nëpërmjet postës, ku shtetasit shqiptar bashkëpunonin me shtetas rumun dhe polak, ndërkohë që prokurori SPAK Alfred Shehu tha se në aktivitetin e shpërndarjes por dhe trafikimit kanë qenë të implikuar edhe shtetas aziatik dhe afrikan, ndërkohë që nga ana tjetër drejtuesi i seksionit për bashkëpunimin ndërkombëtar në prokurorinë e posaçme, Arben Kraja, tha se kjo skuadër e përbashkët hetimore është një histori suksesi, pasi për 2 vite rresht, jo vetëm që janë
janë gjatë gjithë ditëve, pothuajse çdo ditë janë shkëmbyer informacione në kohë reale, por janë kryer veprime hetimore me metoda speciale në të dy vendet, kryesisht në Helsinki, por edhe në Tiranë, sipas hetimeve po ashtu drejtuesit e këtyre grupeve kriminale në Shqipëri bënin një jetë të qetë dhe nuk kanë patur precedent të mëparshëm penal, ndërkohë që disa prej tyre kanë patur më herët precedent penal në Finland, por janë kthyer në Shqipëri ku kanë vijuar që të drejtojnë aktivitetin kriminal, ndërkohë që për to i lirë tashmë automatikisht ka nisur dhe një hetim pasuror për të identifikuar pasuritë të mundshme, të paluajtshme apo të luajtshme, të cilat janë vendosur dhe janë ngritur në sajt të këtij aktiviteti kriminal që ka gjeneruar miliona euro. Dhe për ta mbyllur për këtë çështje, kjo nuk është në fakt hera e parë që SPA ka arritur të ngrejë skuadrat të përbashkëta hetimore me vendet skandinave apo me vendet nordike, pasi më herët ka patur edhe një skuadër të përbashkët hetimore me Norvegjin, ku është finalizuar në fakt një operacion në atë kohë dhe janë dënuar disa shtetas shqiptar po për trafik droge në shtetin norvegjez, ndërkohë që ka patur dhe hetime edhe me shtetin e Suedis nëpërmjet një skuadre të përbashkët hetimore, por ajo çfarë u cek në fakt nga gjithë të pranishmit në këtë konferencë, edhe nga zëvendës drejtori i Byrës Kombëtare të Hetimit, zoti Joni Keta, por edhe nga vetë kreu i SPA Altin Dumani, ky hetim tregoi që në fakt krimi shqiptar ka arritur që të shtrihet edhe në vendet e largëta nordike dhe nga ana tjetër ka arritur që të jetë i fuqishëm edhe sa i takon krimit transnacional, duke bashkëpunuar me nacionalitete të tjera dhe duke arritur që edhe pse një distancë kaq të largët të arrijë që të ketë pushtetin dhe influencën e saj në territor, me fokusin kryesor drograt sintetike, të cilat edhe autoritetet ndërkombëtare kanë ngritur alarmin për përdorimin e tyre. Nga ana tjetër, drejtori i hetimit të krimit organizuar në policinë e shtetit, Edmond Rizaj, tha se ky operacion ishte i një shkale mesatare të vështirësisë. Nga mëngjesi i orëve të para të ditës sotme janë angazhuar dhe vijojnë të jenë të angazhuar 110 efektiv policie edhe për zbatimin dhe ekzekutimin e dy masave të fundit sigurisë që kanë mbetur pa ekzekutuar, megjithëse një shtetas rezulton që të jetë larguar nga territori shqiptar, ndërkohë që gjithashtu ky operacion i lirë është mbështetur dhe nga agjencia ETON, e cila financohet nga Komisioni i Parlamentit Europian, për cilën zoti Dumani pati një falënderim të veçantë pasi ka mbështetur financiarisht pikërisht këtë skuadër të përbashkët hetimore, dhe nga ana tjetër përgëzimet e SPAK ishin edhe nga oficerja e vendeve nordike në Shqipëri, oficerja e kontaktit, por dhe nga hetuesi i byros hetimore të Finlandës, ku nga ana tjetër zoti Hans Figerstan nuk ka qenë vetëm në Shqipëri, pasi në operacion kanë asistuar në terren edhe disa efektiv të policisë finlandeze, ku bashkë me policinë e shtetit kanë kryer dhe ekzekutimin e këtyre masave të sigurisë. Po, Eni, përtej kësaj konference shumë të rëndësishme të SPAK dhe autoriteteve finlandeze pas finalizimit të këtij operacioni, me sa duket shumë të suksesshëm, në SPAK është zhvilluar gjithashtu edhe pretenca apo jo për vrasjet e Artan Çukut. Çfarë është kërkuar ndaj tyre? Në fakt, procesi po zhvillohet në mungesë në gjykatën e Tiranës dhe jo në gjykatën e posaçme, aty ku prokuroria e Tiranës ditën e sotme ka kërkuar burgim të përjetshëm për 2 prej organizatorëve dhe me rol kryesor në ngjarjen e rëndë të vitit 2017, ku u ekzekutua ish drejtori i policisë së Vlorës, dëshmori i adeut Artan Çuku në rrugën e Kosovarve. Ai në atë kohë u ekzekutua nga Mikel Shallari, i cili u bë më pas bashkëpunëtor i drejtësisë dhe pasi bashkëpunoi me ish prokurorinë e krimeve të rënda dhe tregoi të gjithë historinë, u dënua në përfundim me 10 vite burg, pasi shprehu pendes, bashkëpunoi me drejtësinë dhe i kërkoi ndjesë familjarëve. Ndërkohë që Bedar Jambelli dhe Kristaq Leci, 2 shtetas të shpallur në kërkim ndërkombëtar nga Shqipëria për vrasjen e ish komisarit të hekur Artan Çuku, u ndaluan më herët në shtetin e Greqisë, por atje autoritetet refuzuan ekstradimin e tyre në Shqipëri, duke u liruar më pas
nga Qelia. Bledar Jambelli, sipas informacioneve, ndodhet aktualisht në shtetin e Greqisë, atje ku mbahet i arrestuar për një ngjarje të rëndë të vitit 2022, ku mbeten të plagosur 5 persona, ndërkohë që Kristaq Leci, megjithse siç thash u arrestua në vitin 2019, mos gaboj, u mbajt për disa kohë në paraburgime, më pas u lirua, nuk dihet se ku ndodhet aktualisht. Nga hetimet e zhvilluara nga drejtësia shqiptare, por dhe nga dëshmia edhe nga bashkëpunëtori i drejtësisë Mikel Shallari, vrasja e Artan Cukut ishte porositur nga Bledar Jambelli për shkaqe hakmarrje, pasi në kohën kur Artan Cuku drejtoi policinë e Vlorës, ai hapi disa dosje të vjetra duke arrestuar Bledar Jambellin si personi dyshuar, duke siguruar dhe prova si personi dyshuar për vrasjen e 2 personave në vitin 2012 dhe u arrestua Bledar Jambelli, por më pas ky fundit çuditërisht arriti të shpëtoi drejtësisë e madje duke përfituar edhe pafajësi. Menjëherë pas daljes nga burgu, Bledar Jambelli thuri planin për të ekzekutuar pikërisht komisarin Artan Cuku, duke kontaktuar Kristaq Lecin e ky i fundit duke kontaktuar kushëririn e tij të afërt Mikel Shallari, duke i ofruar 20.000 euro pagesë për ekzekutimin e Artan Cukut. Sipas hetimeve ka rezultuar se Kristaq Leci i siguroi dhe 2 armë zjarri, 2 pistoleta, një zastava dhe një glok pikërisht Mikel Shallarit, i cili mbrëmjen e 8 prillit të vitit 2017, pasi ndoqi Artan Cukun në rrugën e kosovarëve në kryeqytet pranë banesës së tij, qelloi atë disa herë duke i marrë jetën dhe u arrestua pa